Ka dushmëri. Edhe do statusi ki interesante edhe për LDK-n ke thonë që vaj halli për partinë e Premrëguvës ku ka ro dhe Tito të vogël I ke thonë Lumir Abdixhikut. Tito të vogël, ja, s'ma merr mendja që asaj kështu kam thonë, po a di si është problemi. Që shto diçka ke thonë, po parafrazoj. Atëherë para luftës se unë kam kontinuitet. Para luftës ka LDK, ka Partia Republikane, Partia Parlamentare, na kemi komuniku. E kemi pas këshillin drejtues, brenda këtu edhe këshillin kombëtar, atë quhet këshillin e gjithë partive politike. Unë jam kontaktu me Rrugovën disa herë, domethënë edhe zyrtarisht, edhe sanë e bile përmend në një moment kur kemi pas kemi pasin koalicion në aleancën, kam qenë në aleancë, 10 vjet kam qenë kryetari I degës aleancës. Edhe kam qenë antar I kryesisë aleancës, 10 vite kam qenë, kam dhënë aleancën. Kur kemi pasin në koalicion atëherë, kom pashku me kryeministin Baran Kusumin, ato kom shok të burgut, kemi pashku për mi da këto ministrit. Edhe na I kërkojshëm 2 ministri, e Rrugova tha pse s'pi merrni 4. E kom përmendur në këtu, dhe me thonë që këta tonë, ta shokët e mi, që jënë, ta duhet me pas kompromise. Se Kosova është e kompromiseve. Na ende nuk kemi të përmbushur me gjitha dhe me thonë, ato farë prerogativat e shtetit, nuk jem Këshilli të Evropës, nuk jem NATO, nuk jem NKB, nuk jem dhe mekanizme, institucion ndërkombëtar, nuk jem përmbushur, na duhet me shku me kompromise. Edhe këtu në parlament I theshe, bëni kompromis, jepni edhe 4 vota në të krijohet parlamenti se nuk luftohet politikisht në parlament, luftohet politikisht për qeveri. Për qeveri s'kish problem se kemi afate kushtetuese. Për këtë arsye kom bërë përpjekje të jashtëzakonshme, domethënë bashkë me gjykatën kushtetuese që janë do njerëz të shumë të respektuar aty, domethënë edhe me gjithë këtë gërç se ka pasojë, ka pas pasojë edhe efekte edhe të brendshme dhe të jashtme. Absolutisht. Edhe kështu që kjo kalaj, e ka përcjellë. Kështu që partitë politike, ndoshta të tënde, domethënë këto partitë tradicionale, LDK-ja është, kam shumë shok LDK, shumë dashamirë, apo këto në rrime, ta bisedojme në ne, LDK-ja duhet me rujtë, si pas mendimit tim, atë efektin tradicional, të kompromise, të qëto kompromise, dhe me thonë, e këta djemë të ri, ta e në zgjut, nuk e në përgjut Lumiri, këj memli, shumë djemë zgjutjen, shumë atraktivjen, por është problemi që duhet me rujt dhe një bazament, dhe me thonë që e ke pas, këto thëmë të kompromis, kompromis Amerikanë të tojnë, kompromiset që në shumë vetë po me qilë temët bëse, vetë po ngus. Po, të kompromiset duhet më konë. Po, për shembull kjo rasti me Ramizi patriot, gjitha të mirat e Zotit I ka dhe Samia, po nuk duhet kështu mu kacafyt, se njëherë mas pari komunat nuk jenë private. Komunat janë shtëndore. A mendon që ka bëu gabim që ka kandidu veta? Ja, do me thonë kasafytjet nuk duhet më bënë se këto tani krijojnë efekte. Po nështë gabim s'ka bëu që ka kandidu vetë për sekretar? Ramizi? Jo, s'ka bëu gabim, absolutisht, nuk ka bëu gabim, është demokracisët. Po edhe? Edhe po është problemi se lënë efekte, se këto janë, dhe me thonë sarkazma tjere, po dhe me thonë të ke prodhën efekte, se unë e kam dëshirë... Jo, si janë pas sarkazma, se me mlidha dëreci, profesor, e ka ditë diçka, Ramizi ka ditë diçka që ka vojnë. Se për mua, kretë partitë politike janë pasuri kombëtare, ta keni parasysh. Absolutisht pajtura, plotësisht. Ata janë pasuri kombëtare si një është organizim për të mirën e vendit. A ke porë në programet partive politike gjithmonë thotë që do ta bëjmë mjekësinë më të mirë, do ta bëjmë domethënë arsimit me rrezu shtetin, nuk kemi, por janë pasuri kombëtare. Edhe duhet me rujt këto derisa ta ndërtojmë shtetin. Se shteti nuk është vetëm pushteti. Ka plot njerëz që punojnë për shtetin edhe s'janë hiç pushtet. Edhe punojnë edhe më shumë se në pushtet me qenë. Se shteti duhet me dash krejt, nuk duhet me dash vetëm pushteti. Se pushteti vjen e shkon, e shteti mbetet. Kështu që ne duhet me qenë aktiv. E ne që jemi marrë me këtë punë, nuk na lën rahat, domethënë gjakë rahat me nejt. Absolutisht, për atë arsye unë jam shumë angazhuar. Po për drejtën e Memlit çka mendoni? Çka më pos një aferë për shembull, vjen prej Hagës thotë Kadri Kreziu u bë kryetari i PDK-s. O merr kështu si dëgjoj, po them kështu shumë sinqerisht, asnjë detyrë nuk e kam marrë të shtetit që kam kërku vet. E di më apo nuk diskutohet. Gjithë shokët më kanë thonë merret që detyrë, profesionalizmi merret që detyrë deri me tash, domethënë gjitha funksione shtetërore që i kam kry, edhe këto jo partijake tjera, domethënë
kur s'kam kërku vetë. Po profesionalizmi e të dynë shtetit. Për shembull, si kom dalë pi burit 90 që atëherë, për herë Bacadem edhe atëherë kur dul Bacadem mbani kryetar për Këshillin të Drejtave dhe Lirive Njeriut. As kom ditë çka është, veç ka hon kadrit, shok shajmi kom kadrit duhet me kryqë detyrë, ja kemi nisë me kryqë detyrë. Kryetari i partisë, kryetari asaj kryetar klasë. Shumë mirë po përgjigjesh, domethënë me bomëtar ti se refuzon detyrë. Nëse për shembull ka nevojë kombi, shteti, adheu, jemi gatshëm. Bravo, shumë po bëgjet. Po. Tha pak më herët ke punu, jo ke punu në fakt, po ke qenë kryetari AKS-dega në Prizren, antari kryesisë 10 vite.